Një notar befasohet në Argentinë, luanët e detit i afrohen dhe e puthin. Një skenë e pazakontë është regjistruar në Argentinë, ku një burr që kishte hyrë në det për të notuar është rrethuar papritur nga disa luandeti. Ngjarja lidhet me Porto Madryn, një prej zonave më të frekuentuara në vend për aktivitete detare dhe vëzhgimin e faunës së egër. Video publikua fillimisht në TikTok dhe më pas u shpërnda edhe në platforma të tjera. Në pamje, notari ndodhet në ujë ndërsa kafshët i afrohen gradualisht. Një prej luanëve të detit i shkon shumë pranë fytyrës duke krijuar përshtypjen e një puthjeje. Momenti ka tërhequr menjëherë vëmendjen e përdoruesve të rrjeteve sociale dhe video është përhapur me shpejtësi. Sipas parashikimeve të publikuara bashkë me videon, burri kishte dalë për të notuar rreth orës 8 në Porto Madryn, ku një tuf luanësh janë afruar në një mënyrë të pazakontë. Porto Madryn njihet për praninë e këtyre kafshëve, ndërsa Punta Loma përbën një habitat të rëndësishëm për luanët e detit. Në këtë zonë organizohen dhe aktivitete turistike si noti dhe zhytja me maskë pranë tyre, duke u mundësuar vizitorëve të shohin në mjedisin e tyre natyror. Megjithatë, ende nuk dihet me saktësi se çfarë date janë filmuar pamjet. Luanët e detit kanë një natyrë kurioze dhe lozanjare, ndaj në habitatin e tyre mund të ofrojnë njerëzve që notojnë pranë tyre. Edhe pse koha e regjistrimit mbetet e pakonfirmuar, video ka marrë shumë vëmendje në internet dhe takimi veçantë mes notarit dhe kafshëve u shndrua shpejt një nga pamjet më virale dhe më të komentuara të ditëve të fundit.